Qyteti i Shkupit edhe këtë vit do të ndaj subvencione për inverter, bicikleta dhe për pastrimin e ogjaqeve. Në programin për mbrojtjen e mjedisit janë parapar subvencione prej 20.000 denarësh për ndryshimin e mënyrës së ngrohjes, përkatësisht për blerjen e klimave inverter. Në buxhetin e vitit 2026 për këtë mas janë parapar 4 milion denar, ose 5 fish më pak se vitet e kaluara, kur u ndanin nga 20 milion denar. Subvencione për inverter për këtë vit do të për 200 familje. Për blerjen e bicikletës është përcaktuar një shumë maksimale prej 5.000 denarësh për person. Në buxhet për këtë mas janë parapar 2 milion denar, që do të thotë se do të ketë mjete për 400 qytetar. Qyteti i Shkupit do të subvencionoj me nga 1.500 denar pastrimin e ogjaqeve, të anvisërive dhe subjekteve të tjera. Për këtë mas janë siguruar 200.000 denar. Shpalljet për subvencionimin ende nuk janë publikuar. Buxheti për mjedisin jetësor i qytetit të Shkupit për vitin 2026 është 45 milion denar. Qyteti i Shkupit ka dhënë subvencione për inverter prej vitit 2019 deri në 2026, pra afërsisht 8 vite me programe të ndryshme të subvencionimit. Ndër vite janë ndarë nga rreth 20 milion denar, ndërsa gjatë vitit 2020 u ndan 322 milion e 400.000 denar dhe gjatë vitit 2022 u ndan 24 milion denar. Për vitet e para 2019-2021, shumica e fondeve për inverter u financuan nga qeveria dhe buxhetet të përzierura, ndërsa në 2022 dhe më tej, Shkupi filloi të ndante fonde më të mëdha nga buxheti i vet.